Allah shpërblet hoxha dhe pyetja fundit. Assalamu alaikum, hoxhë nderuar. Çfarë dënimi ka ai person që bullizon dhe nënçmon një njeri i cili ka nevojë për përkraje, nuk e le të flas gjatë udhëtimit në veturë dhe e ofendon, duke i quajtur ismul psiqik, Allahu e shpërblet. Aleikum assalam rahmatullahi wa barakatuh. Duhet me pas kujdes për njerëzit të cilët kanë nashta në mangësi më shumë se sa që kena na, se na këtë kena mangësia, nuk ka kërkosh që s'ka. Po ka dikush ka mangësi më shumë se sa që kena na zakonshëm. Është mirë me ata mos sill mirë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka në hadith ka thonë ju ndihmoni për shkak të lutjeve që i bojnë njerëzit të tillë, nëse ata janë të sinqertë. Nuk është mirë me unë personalisht mendoj më i smut është ky se sa ai, se me pru nivelin me mos një njeri që ka mangësie, që e di njerëzit që ka mangësi me bon zullum, ti mundesh mos me marr hiç, mos me lën krejt, apo jo me kesh trajtuar kur e merr vallahu alem.